Ne ju themi se zjarri që ju ndizni do të përvelojë vatrat tuaja dhe atëherë do të qërohen mire sapet. Do të vihen me dorë mos të vend pa drejtësitë mbëlla që janë bënë shqipërisë gjatë historisë nga klikat shoviniste të Ballkanit dhe imperialistë të ndryshëm. Në periudhën e regjimit të Enver Hoxhës, Shqipëria investoi në mënyrë masive në forcimin e ushtrisë dhe në armatime, duke u konsideruar si një nga vendet më të militarizuara në Ballkan, madje shpesh përshkruhej si një fuqi baruti e gatshme për shpërthim në çdo moment. Doktrina ushtarake e kohës parashikonte reagim të menjëhershëm ndaj çdo sulmi të papritur. Brenda 2-3 minutave nga shkelja e kufirit, repartet e vijës së parë hapnin zjarr me mitralozë të rëndë dhe njësi të specializuara artillerie. Sipas planeve të mobilizimit, brenda 72 orëve mund të viheshin në armë deri në 750.000 qytetarë. Aviacioni luftarak nisi të ndërtohej që në vitet 50, ndërsa më vonë vendi dispononte qindra avion MiG dhe 10 helikopter. Forcat toksore kishin mbi 1000 tanke, transportues të blinduar dhe mjete amfibe. Mbrojtja kundërajrore përfshinte sisteme raketore SAM dhe radar, duke krijuar një rjet të dendur mbrojtjeje. Në det, bazat ushtarake ishin të përgatitura për minimin e Bregdetit me 10 mijëra mina të mbështetura nga artilleria bregdetare. Paralelisht, shteti kishte ndërtuar qindra mijëra bunker dhe kishte krijuar rezerva ushqimore për disa vite, duke synuar përpallimin e një lufte të gjatë apo edhe kërcënimeve bërthamore. Struktura e ushtrisë përfshinte 22 divizione, aviacionin, flotën detare dhe mbrojtjen kundërajrore. Efektivi përbëhej nga mijëra oficer, 10 mijëra ushtar aktiv, qindra mijëra rezervist dhe forca vullnetare. Gjithashtu, kishte 10 brigada, regjimente artillerie, mijëra gryka zjarri, mbi 100 anije luftarake dhe një flot ajrore të konsiderueshme. Në thelb, Shqipëria e asaj kohe ishte organizuar si një shtet i mobilizuar plotësisht për luftë, ku pothuajse çdo burim njerëzor dhe ekonomik ishte orientuar drejt mbrojtjes kombëtare.